Jemi me rubrikën Navigim, do të tentojmë ti interpretojmë, ti lexojmë provat e prokurorisë lidhur me 6 pandehurit, por edhe të dyshuarin kryesor për vrasjen e polisit Muhamet Lika, ndaj të cilit dje u vendos me gjithat masa e paraburgimit prej 30 ditëve, seanca u mbajt në departamentin për të mitur, me qenë se Rejhan Bela ka qenë 17 vjeçar, kur e ka dyshuar se e ka kryer aktin e vrasjes më datën 1 prill në hyrjen e ndërtesës ku jeton të rreshteri policor Muhamet Lika. Kjo është njëra prej faqeve të dëshmive të prokurorisë që u përdor sot në seancën dëgjimore në gjykatën themelore në Ferizaj, në cilën u vendos masa e paraburgimit prej 30 ditëve për 6 pandehurit të tjerë, të cilët dyshohet se kanë qenë pjesë e planifikimit, organizimit dhe pjesëmarrje aktive në ditën kur u planifikua më pas në mbrëmje kur u krye akti i vrasjes ndaj rreshterit policor Muhamet Lika. Këtu tregohet që në ora 23 në Kaçanik në rrugën Idris Seferi përkatësisht në katin e 2 të hyrjes së ndërtesës të pandehurit, duke vepruar në bashkëkryer me dashje dhe përgatitje, paraprake kanë planifikuar për ta privuar nga jeta tani të ndjerin zyrtarin policor rreshterin Muhamet Lika me detyrë në stacionin policor në Kaçanik, në atë mënyrë që më pas i mituri Rejhan Bela me dashje dhe përgatitje paraprake ka privuar nga jeta tani ndjerin zyrtarin e policisë rreshter Muhamet Lika, ku viktima pas përfundimit të orarit në ora 22:53 rrugës për në banesën e tij njëjti ishte përcjell në vazhdimsi nga madhorët. Kur përmenden madhorët janë 6 të pandehurit të cilës sot u sollën para gjykatës dhe këta e kanë përcjell deri te hyrja e banesës së tij, më pas hyn në objektin e banesës ku ka jetuar duke u ngjitur shkallëve i mituri Rejhan Bela, i dyshuari kryesor, i shkon nga mbrapa dhe pasi që viktima hyn në këtë objekt, pasi hyn edhe i mituri Bela, ku me të takuar të ndjerin, ka shtënë në drejtim të tij me armë zjarri. Në vend ngjarje janë gjetur 4 gjoja të kalibrit 9.19 mm dhe pastaj njëra prej tyre dyshohet se ka goditur të ndjerin, ndaj i cili nuk u ka përballuar plagëve të marra dhe pasi që është dërguar në qendrën e mjekësisë familjare në Kaçanik, ekipet mjekësore kanë konstatuar vdekjen e tij që ka ardhur si pasojë e armës së zjarrit. Pastaj shtohet tutje në dosjen e prokurorisë. I mituri pas kryerjes së vrasjes ik nga vendi i ngjarjes në drejtim të lokalit Dugaxhini, ku bashkohet me të pandehurin Rilind Murati, i cili kishte qenë duke e pritur, dhe së bashku largohen përmes rrugës Mejdi Dalloshi, ku ishin duke vrapuar i mituri dhe i pandehuri. Paraprakisht nga pamjet e kamerave të sigurisë vrehet i pandehuri Haki Bela, i cili e përcjell zyrtarin policor prej momentit daljes prej stacionit, duke i shkuar mbrapa pas kryerjes së veprës penale nga i mituri Rejhan Bela. Rreth 14 minuta mbrapa vi në afërsitë vendit të ngjarjes duke qëndruar për një kohë dhe pastaj duke u larguar. I pandehuri Vatan Çaka është parë në shoqëri të pandehurve Rilind Murati dhe të miturit Rejhan Bela, ku të njëjtit para veprës penale vrehen duke vëzhguar vendin e ngjarjes. I pandehuri Edmond Lika në bazë të videove incizimeve është parë po ashtu në shoqëritë të pandehurve, ku së bashku me të pandehurin Shkëlqim Kuka e përcjellin rreshterin Muhamet Lika që prej daljes nga vendi i tij punës në stacionin policor dhe i pandehuri Edmond derisa ka qenë në veturën Opel Astra me të kaluar viktima del nga vetura pronë të pandehurit dhe vazhdon me veturën Golf 2 në përcjellje të viktimës. Pra e ka ndruar edhe veturën me cilën ka qarkulluar, ndërsa i pandehuri Shkëlqim vazhdon me veturën Opel Astra duke e përcjell viktimën. I pandehuri tjetër Diamant Gashi përmes telefonit kontakton të pandehurin Haki Bela dhe i njëjti strehon dhe i ofron ndihmë në ushqim dhe gjëra të tjera të miturit Rejhan Bela. Pra i është ofruar streh, ushqim dhe po ashtu janë ndruar edhe rrobat të dyshuarit kryesor 17 vjeçit në atë kohë Rejhan Bela, i cili është i dyshuari kryesor
për vrasjen e rështerit policor Muhamet Lika. Ajo që ka vlen të theksohet është që në 4 faqe dosje ku kërkohet paraburgimi për 6 të pandehurit nuk përmendet në asnjë prej tyre fjala ekstremizëm ose grup ekstremist dhe nuk tregohet nëse kjo vepër ka të bëjë me motive fetare, motive religjioze, për çka këta kanë qenë të njohur edhe në rrjetet sociale nga përmbajtjet që i kanë shpërndar, sidomos në rrjetin social TikTok. Disa prej videohet të tyre kanë pasur shikueshmëri të lartë. Ka pasur video me 500.000 shikues, por në këto prova dëshmi dokumente zyrtare të institucioneve të paktën nuk është treguar nëse ky veprim penal është i lidhur me motive religjioze. Ajo që vlen të përmendet po ashtu është se operacioni policor ka qenë i gjerë me përfshirje të madhe të një numri të madh të zyrtarëve të rendit, edhe patrullat policore, por edhe njësitë elitare të policisë të cilat kanë qenë aktive në bastisjen e 9 lokacioneve në Klinë dhe Kaçanik për t'i arrestuar 7 të pandehurit, ndaj të cilëve është vendosur masa e paraburgimit prej 30 ditëve, kaq sa i përket dëshmive të prokurorisë me cilat u vendos paraburgimi prej 30 ditëve, po ajo që ka vlen theksohet është edhe çështja e djegjes së një pjese të objektit të gjykatës në Kaçanik, për çka shton se disa të pandehur janë të lidhur me veprën penale të kryer më herët. ATV ka siguruar detaje të cilat i kuptojmë në kronikën vazhdim. Në orën 3:42 minuta të mëngjesit të 13 marsit 2024, dikush ja kishte vënë flakën objektit të gjykatës themelore në Kaçanik. Për këtë rast, prokuroria kishte akuzuar 4 persona, 3 prej cilëve të mitur: Elmedin Raka, Venis Tusha, Talha Bela dhe Meridian Raka. Megjithse të njëjtit ishin shpallur të pafajshëm nga gjykata themelore dhe ajo e apelit, rasti i djegjes së gjykatës u ndërlidh nga drejtori i policisë Gazmend Hoxha me vrasjen e policit Muhamet Lika po në Kaçanik. Të persona dyshim që kanë qenë disa prej tyre kanë qenë të arrestuar të rastet të mëshme që lidhen me pamfletje dhe po ashtu në djegjen e gjykatës në Kaçanik. ATV ka siguruar dosjen e policisë për këtë rast ku specifikohet se vepra ishte kryer me motive fetare. Me qëllim të rrezikimit të rendit, kushtetues kanë shkatruar dhe dëmtuar instalime apo pajisje publike të miturit Elart Cekur, duke qenë me bindje ideologjike, vehabiste, si dhe duke shpërfaqur urrejtje ndaj institucioneve shtetërore dhe ligjeve të Republikës së Kosovës. Të pandehurit aso kohe, sipas prokurorisë, kishin zbatuar planin në përpikri nga sigurimi i lëndëve djegëse deri tek përgatitja për të larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Duke përdorur forcën e kanë hapur derën e shkallëve emergjente, kanë arritur në katin e 2 të objektit dhe me një mjet metalik kanë hapur dyert e 2 zyrave të gjyqtarëve, ku në secilën zyrë kanë vendosur nga 2 shishe me lëndë djegëse, ndërsa nga një shishe e kanë vendosur në hyrje të zyrave, e pastaj duke u larguar u ka vënë zjarrin shisheve. Pavarësisht vendimeve liruese nga të 2 shkallët, kryeprokurori Ferizaj të hënën deklaroi se ndaj të njëjtë janë duke vazhduar hetimet për djegjen e gjykatës, derisa shtoi se rasti nuk ka ndërlidhje eksplicite me vrasjen e policit Muhamet Lika. Janë persona që janë